Dje në ora 9:20 në stacionin policor të Tetovës, një 54 vjeçar nga Tetova, i punësuar në spitalin klinik të Tetovës, ka raportuar se në parkingun brenda kompleksit të spitalit, pas një mosmarrëveshje të mëparshme, është sulmuar fizikisht nga kolegu i tij. Dje në orën 17:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në bulevardin Videos Milevski Bator në Tetov, një automjet Opel Corsa me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 20 vjeçar nga fshati Slatin Tetov, ka dalë nga rruga dhe ka goditur një 67 vjeçar nga Tetova, i cili ishte duke kryer detyrat e punës në një parcel të një subjekti juridik nga Tetova. Në aksident, 67 vjeçari ka pësuar lëndime të rënda trupore, ndërsa lëndime trupore kanë pësuar edhe drejtuesi i automjetit dhe bashk udhëtari i tij, 19 vjeçar nga fshati Slatin. Lëndimet janë konstatuar në spitalin e Tetovës. Dje në orën 18:40 në rrugën lokale në fshatin Rostush Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti Policor për Sigurinë e Trafikut Rrugor në Gosivar kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga fshati Trebisht, gjatë kontrollit të një katërciklete me targa gjermane. Është konstatuar se ai e drejtonte pa patent shoferi, përkatësisht para se të fitonte të drejtën për drejtim. Katërcikleta është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Pas mesnate në orën 2:10 në stacionin policor të Gosivarit, një 69 vjeçar nga Gosivari ka raportuar se në periudhën nga ora 20:45 të datës 17 gusht, nga trotuari para shtëpisë së tij në rrugën Ilindenska në Gosivar, i është vjedhur një motociklet Longing me targa të Gosivarit. Po merren masa për gjetjen e autorit dhe automjetit. Sot në stacionin policor të Tetovës, një 51 vjeçar nga fshati Poroj Tetov ka raportuar se rreth mesnatës në oborin e shtëpisë së tij familjare është sulmuar fizikisht nga fëmijët e tij, ndërsa është përdorur edhe një send prej druri. Pas masave të ndërmarra, në orën 1:25 zyrtar policor kanë privuar nga liria njërin prej fëmijëve për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale dhunë. Sot në mëngjes në ora 5:30 në bulevardin Marshall Tito në Tetov, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Debresh Gosivar. Gjatë kontrollit në trafik është konstatuar se ai drejtonte një automjet të tipit BMW me targa të Tetovës pa patent shoferi.